Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, shqiptarët e Kosovës u përballen me një realitet të ri politik. Megjithse gjatë luftës ishin ushqyer shpresa për vetëvendosje dhe bashkim kombëtar, Kosova mbeti pjesë e Jugosllavisë së re socialiste. Për shumë shqiptar, kjo nënkuptonte vazhdimin e një statusi politik që ata e konsideronin të padrejtë dhe larg aspiratave të tyre kombëtare. Në këto rrethana lindën organizata dhe grupe ilegale shqiptare. Ato vepronin fshehurazi jashtë institucioneve zyrtare dhe nën rrezikun e vazhdueshëm të ndjekjes nga organet e sigurisë jugoslave. Qëllimet e tyre ndryshonin nga një organizatë tjetra, por në thelb ato synonin mbrojtjen e identitetit kombëtar shqiptar, avancimin e të drejtave politike të shqiptarëve në Kosovë dhe për shumë prej tyre realizimin e idealit të vetëvendosjes. Nga grupet e para të pasluftës, te organizatat e strukturuara të viteve 1960-70, lëvizja ilegale u qëndrua në një faktor të rëndësishëm politike shoqëror. Ajo veproi ndërmjet rrjeteve të fshehta, shpërndarjes literaturës së ndaluar, organizimit të protestave dhe ruajtjes së një fryme rezistence që do të ndikonte breza të tërë veprimtarësh. Por si organizua kjo lëvizje? Kush ishin njerëzit që vepruan në ilegalitet dhe cilat ishin idetë që frymëzonin dhe çfarë ndikimi patën në historinë e Kosovës? Tani më është historikisht e njohur si këto organizata, quhen organizata fillimisht sepse ka pas një numër të konsiderueshëm të këtyre organizatave. Këto datojnë që nga pas lufta e dytë botërore, sidomos nga ajo kur nënkuptohet që çështja e Kosovës mbetet nën ripushtimin e Jugosllavisë, më saktësisht pushtimin e Jugosllavisë dhe drejta për parimet e vetëvendosjes, të cilët janë të aprovuar dhe të artikuluar dhe në kartën e Atlantikut, për çështje shqiptare këtu mbetën si parime të pazbatueshme. Me që u mohua drejta e vetëvendosjes së popullit shqiptar në Jugosllavi, atëherë që me përfundimin e luftës nisin lëvizjet e fshehta, unë i quaj lëvizjet fshehta, për faktin sepse kanë veprimtarinë e tyre kanë pas të fshehtë, ndërsa kërkesat i kanë pas legale. Nisën në 45-ën, ndoshta edhe pak më herët se 45-a, po kulminacioni arrin kur fillojnë tentativat për kryengritje anti-jugoslave, sidomos me Organizatën Nacionale Demokratike Shqiptare, që në opinion njeh si NDSH-ja. Këto lëvizje pastaj marrin formë më të strukturuar, sidomos në vitin 58, 61, 63, dhe vitet e 70-a janë ato kur dalin me platforma saktësisht të hartuara, të artikuluara, dhe të cilët në këtë periudhë fillojnë edhe një organizim më masiv dhe lindin edhe më shumë organizata tjera, ku ka zanafillën edhe shtypi i fshehtë pas luftës së dytë botërore, për herë të parë artikulohet dhe hartohet shtypi i fshehtë, dhe kulmojnë me demonstratat e vitit 81. Kjo periudhë është kur hartohet platforma njihet si tezat rreth frontit për Republikën e Kosovës, për bashkimet të gjithë organizatave në një organizatë vetme dhe formohet Lëvizja Popullore për Republikën e Kosovës, organizatë e cila deri në vitin 99 vazhdon se ekzistuari dhe është njëra nga organizatat që ka themeluar dhe Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Kërkesat e lëvizjeve ilegale shqiptare nuk kanë qenë gjithmonë të njëjta. Ato kanë ndryshuar sipas periudhave dhe organizatave, por në përgjithësi mund të përmblidhen në disa pika kryesore. Kërkesat kryesore të gjithë organizatave deri në vitin 81 kanë qenë veprimtaria për bashkimin e tokave shqiptare. Pa përjashtim, të gjithë organizatat e kanë pas platformat e tyre në bazuar në këtë pikpamje. Në vitin 58 themelohet Komiteti Revolucionar për Bashkimin e Tokave Shqiptare, të kryesuar nga Metush Krasniqi, i cili platformën e kësaj organizate hartohet tezat për bashkimin e tokave shqiptare me shtetin Am. Pashtu si organizat, kjo ka një jetëgjatësi prej dikun 2 viteve dhe gjithë, si thosh, trupa drejtuese, themeluese kësaj organizate arrestohen dhe dënohen me dënime shumë të rënda. Pas kësaj organizate, vijemi te Komiteti Revolucionar Antirevizionist i Bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, të cilin e kanë themeluar profesor të
Kadri Halimi, një veprimtar i shquar i çështjes kombëtare, Ali Aliu nga rajoni i Preshevës dhe Zenel Hajrizi nga rajoni i pjesës së Vushtrisë. Si organizatë kjo ka zhvilluar veprimtarinë nga viti 1960 deri në vitin 1963, ku dhe dekonspirohet veprimtaria e saj për shkak të masovizimit shpejt që e merr, dekonspirohet dhe pothuajse një pjesë e madhe e kësaj organizate si pasojë arrestimeve dhe dënimeve të rënda dhe kjo organizatë shuhet. Këtu fillon pastaj lind ajo ku vjen koha për strukturimin më të detajuar të organizatave të fshehta anti-jugosllave, siç është lëvizja revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, të cilët e themelon heroi i kombit tani më që është Adem Demaçi. Është viti 63. Si arritën të mbjetonin dhe të vepronin organizatat ilegale shqiptare në Kosovën e viteve 1970, në një kohë kur çdo aktivitet politik jashtë sistemit monitorohej nga afër nga organet e sigurisë jugosllave. Si organizoheshin këto grupe dhe si komunikonin mes vete dhe çfarë metodash përdornin për të ruajtur fshehtësinë? Parimet e veprimtarisë së fshehtë gjithmonë kanë ekzistuar, që nga Komiteti Mbrojtje Kombëtare e Kosovës dhe është vazhduar kontinuitet ose formulat e organizimit. Këto organizata gjithmonë janë themeluar në celula të vogla dhe celula të shpërndara. Celulat nuk janë përbërë më shumë se 3 persona, maksimumi kanë qenë 5 persona, dhe celula me celulë nuk është njohur mes veti. Kjo ka qenë si pasojë e ruajtjes së fshehtësisë së veprimtarisë, të cilët edhe kanë pas rezultate në pothuajse në pjesën më të madhe të kohës. Por rrezikshmëria e këtyre organizatave ka qenë në mënyrë permanente nga organet e sigurimit sekret jugosllav. Siç dihet, kjo është edhe periudha kur në kuadër të Jugosllavisë kanë vepruar diku në 11 shërbime sekrete, duke filluar nga i punët brendshme, i Ministrisë së Mbrojtjes, së Ushtrisë, Mbrojtjes Popullore, gjëra të tilla deri në 11 shërbime sekrete. Dhe një veprimtari e tillë në kuadër të gjithë këtij konglomerati shërbim sekret jugoslava që ne në gjuhën e popullit quhet si UDB-ja, padyshim ka qenë rrezikshmëri e lartë, por vullneti dhe besimi në kauzën për çlirimin dhe bashkimin kombëtar nuk e ka ndërprer asnjëherë veprimtarinë çlirimtare në Kosovë. Kjo është edhe ajo që sa herë që s'thot një fjalë, këto organizata në tërësi me emra të ndryshëm, me një emër përveçshëm mund të quhet si lëvizje kombëtare shqiptare, pasi që gjithë objektivi tyre pavarësisht se kanë vepruar të ndara nga njëra tjetra, duke mos u njohur, duke mos rrezikuar dekonspirimin e fshehtësisë, platformat e kanë pas pothuajse gjithë të njëjta. Dhe si thosh, secila organizatë kur shuhet njëra ka lind tjetra. Është sikur do thotë si hallkat e zinxhirit ka shku duke u shtri dhe duke u formsuar dhe duke u formuar në të gjithë territorin shqiptar jashtë Shqipërisë lëndënese. Pas luftës së dytë botërore, organizimi politik ilegal në Kosovë nuk u shua asnjëherë plotësisht. Përkundrazi, ai u transformua dhe u përshtat në varësi të kushteve të kohës. Këto organizata nuk përfaqësojnë episode të izoluara, por një zinxhir të pandërprerë rezistencës politike, që u zhvillua në kushte të rënda represioni, përndjekje dhe burgosjesh masive nga aparati shtetëror jugosllav. Absolut këtu nuk kam pas shkëputje asnjëherë. Përjashtim një shkëputje ka ekzistuar shumë e vogël, në periudhën 48-57, kur në këtë periudhë janë zhvilluar 5 projekte të tipit të gjenocidar kundër shqiptarëve dhe represioni shumë i madh që ka qenë, me një fjalë kjo ka qenë e periudha ku është tentuar të bëhet mbijetesa shqiptarëve. Janë zhvilluar thash 5 projekte. Projekti i parë ka qenë coptimi administrativ i Kosovës, duke heqë Kosovës disa pjesë caktuar si Veriun e Mitrovicit, Luginën e Preshevës, disa pjesë atje nga Maqedonia, do thotë për ta përmbysur raportin demografik. Dy projekte tjera janë me regjistrimet e popullsisë, ku është tentuar në mënyrë shtetërore të zvoglohet numri i shqiptarëve, duke rritur numrin e minoriteteve, qofshin që kanë qenë simbolike, sikur goranët, turq,
që kanë detyruar njerëzit të regjistrohen në kuadër të këtyre nacionalitete dhunshëm. Ndoshta tjetër është marrëveshja e vitit 1953 që ndodhi me Turqinë për shpërnguljen e shqiptarëve nga Kosova, që është një shpërngulje shumë e madhe dhe masive. Dhe kulmi i gjithë këtyre, kur pa që nuk po arritej gjithçka të realizohet projektet gjenocidare jugoslave në këtë periudhë, atëherë nis aksioni mbledhjes së armëve, një aksioni që kalon mbi 30.000 njerëz të gjymtuar. Me objektivin gjoja kishe objektivi qëllimi final ka qenë shpërngulja e popullsisë. Kjo periudhë dëshmohet me dokumente që organizata të fshehta nuk kanë arritur të konsolidohen. Pas kësaj periudhe, sidomos 57, 99, veprimtaria e fshehtë ka qenë e konsoliduar dhe ka qenë shumë masorike. A kanë pasur organizatat ilegale shqiptare në Kosovë pas luftës së dytë botërore mbështetje nga shteti shqiptar, apo kanë vepruar kryesisht si struktura të pavarura të lindura brenda vetë Kosovës? A mund të flasim për një mbështetje konkrete shtetërore dhe organizative, apo më shumë për një mbështetje ideologjike dhe simbolike? Këto organizata në mënyrë permanente kanë pas kontakte me shtetin shqiptar. Tani më është verifikuar përmes dokumentave arkivore, sidomos të dokumenteve të ndalë që janë nga ministra e jashtme, ku ka qenë sektor të caktuar për që janë marrë me çështjen e Kosovës nga Tirana. Drejtues të këtyre organizatave aktualisht tash po verifikohet që kanë pas lidhje me shtetin shqiptar. Janë 3 ambasada të cilët kanë qenë të autorizuara nga Shqipëria për të komunikuar me këto organizata. Është ambasada e Vienës, shteti shqiptar në Vjenë, në Sofia dhe në Ankara dhe konsullata në Istanbul. Dokumentacioni këtyre ambasadave që raportojnë shtetin shqiptar është mjaft i pasur dhe është shumë objektiv për ata që mendojnë me studiu këtë periudhë të lëvizjes kombëtare shqiptare pas luftës së dytë botërore. Kështu që padyshim shteti shqiptar ka qenë shumë interesuar dhe ka vënë kontakte pothuajse me të gjitha organizatat. Demonstratat e vitit 1968 në Kosovë nuk mund të kuptohen pa ekzistencën dhe veprimtarinë e organizatave ilegale shqiptare, që kishin vepruar për më shumë se 2 dekada më parë, sepse këto struktura kishin krijuar bazën ideologjike, politike dhe organizative të pakënaqësisë së akumuluar në shoqërinë shqiptare në Kosovë. Në çfarë mase këto organizata ilegale ndikuan drejt për drejt në formulimin e kërkesave të vitit 1968, si kërkesa për përdorimin e flamurit kombëtar, për parazi politike dhe për avancim të statusit të Kosovës. Demonstrata vitit 1968 është kryekuput veprimtari e lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarëve, që kanë udhëhequr Adem Demoqi, Ramadan Shala, bashkëveprimtar Kadri Kusare, shumë veprimtar rreth Adem Demoqi. Kjo organizatë është themeluar në vitin 63 dhe është interesant se është njëra nga organizatat ku fillon sistemimin e platformave politike. Këtu nisni sistemimi i platformave politike, cila bazohet në 4 shtylla. Thot me qenë të bashkuar territorialisht, me pas një treg të përbashkët ekonomik, me pas një gjuhë të përbashkët letrare, me qenë të përkushtuar nga ndjenjat e dashurisë, përkatësi dhe solidaritet ndaj Allahut. Këtu janë 4 parimet e kësaj platforme. Në vitin 64 fillojnë arrestimet, sepse organizata për shkak të zgjerimit shpejt që ka marrë arrestohet. Adem Demoqi arrestuan gjithë veprimtarët, mirë po mbesin disa celula të pazbuluara, të cilët e vazhdojnë veprimtarinë. Dhe këto celula, puna këtyre celula në mënyrë të pashkëputshme kanë arritur të realizojnë dy veprime që kanë lënë gjuhën në histori, sidomos të aksioni për ngritjen e flamurit në gjithë komunat e shqiptare ka fas, duke filluar nga Struga, Kumanova, Presheva, deri në Besjane, Mitrovise, Deçane, gjithkund, dhe demonstratat e vitit të nëntorit e vitit 68. Kjo organizat ka autorsinë e këtyre demonstratave, të cilët për hir të vërtetës shpalosin kërkesa për drejtën e vetëvendosjes, që deri në këtë periudhë
është tentuar të bëhet janë artikulu kërkesa për bashkimin e trojeve shqiptare, këtu fillon e drejta vetëvendosjes, më artikuluar dhe më gjithsesi. Padyshim që edhe këtu demonstratat e 68-s kanë pas pasojat e veta, sepse ka pas shumë arrestime masive dhe ka pas dënime shumë të rënda. Po si organizat ka mbjellat kontributin për të vazhdu brezi tjetër, të cilit vite 70-ta fillon veç ma masovit. Gjatë viteve të 70-ta, lëvizja ilegale shqiptare në Kosovë hyri në një fazë të rezhvillimi, të shënuar nga represioni i shtuar shtetëror pas demonstratave të vitit 1968, por edhe njëkohësisht nga rritjeve dijes politike të shqiptarëve në Kosovë. Në këtë periudhë, organizatat ilegale nuk ushuan, por vazhduan veprimtarinë e tyre në kushte shumë të vështira, duke u përballur me survejim të vazhdueshëm, arrestime dhe procese të gjëra gjyqësore nga aparati i sigurisë jugoslave. Është fakte historike janë tani që vitet e 70-ta e specifikum që ka pas një masovizim më të madh të lindjes së organizatave. Kjo është periudha ku zhvillohen dy procese paralel. Këto themelohet njëra nga organizatat që mund quhet në historiografi si organizata Bosht. Për shkak përvojës dhe strukturimit më të fuqishëm është Grupi Revolucionar i Kosovës, të cilin e udhëheq fillimisht Kadri Osmani, pastaj udhëheq Mehmet Hajrizi. Kjo quhet organizata më me jetë gjatë në periudhën 70 të viteve 70 deri në vitin 82, e cila më vonë riorganizohet përsëri. Brenda kësaj faze ka pasur diskutime për hartim të amandamenteve kushtetuese. Dhe është aprovuar kushtetuta e 74, por është një kushtetutë që nuk ju ka njoftën e drejta vetëvendosjes popullit shqiptar dhe nuk ju ka njoftën parimet e Republikës, krijimet e Republikës së Kosovës në kuadër të Federatës Jugoslave. Dhe natyrisht organizata duke pas platformën e tyre drejt çlirimit përfundimtar të kombit shqiptar, përfundimisht nuk e ka njohur kushtetutën e vitit 74 dhe kanë vazhduar veprimtarinë e tyre deri në sa ka ardhur në koha kur përmes punës të në ndërgjegjësimit të opinionit ka ardhur të kryengritja përgjithshme që ka ndodhur në vitin 1981, fillimisht me studentët dhe pastaj si kryengritje gjithë popullore. E gjithë kjo është si rezultat i kësaj veprimtarie të fshet e cila nuk ka qenë e shkëputur. Këtë periudhë lindin edhe disa organizata, sidomos gjysma e dytë e viteve 70-ta, lind edhe organizata Lëvizja për Çlirimin Kombëtar të Kosovës, një organizatë e cila është rritë edhe në pjesët e Maqedonisë, edhe në Lubinë Preshevës, po në gjithë komunët e Tetovës. Lind Partia Komuniste Marksiste-Leniniste Shqiptare në Jugosllavi, lind Lëvizja Nacionale Shqiptare e Kosovës dhe Viceve Shqiptare në Jugosllavi. Kjo është periudha e gjysma e dytë e viteve 70-ta. Secila organizat me punën e vet ka bërë diçka për të hedhur një gur në themelet e Republikës së Kosovës. Mirë po, më strukturuar nga rrafshi që kemi pa nga rrafshi dokumentacionit historik del Grupi Revolucionar i Kosovës, e cila për shkaqe taktike 2 herë ndryshon emrin. Fillimisht ndryshon emrin në Grupi Marksist-Leninist i Kosovës, më vonë bëhet Organizata Marksist-Leniniste e Kosovës. Dhe i gjithë ky proces, organizatat e tjera pak a shumë marrin modelin e kësaj organizate, të cilët edhe vazhdojnë me tani edhe më të tjerë. A kishte infiltrime të shërbimeve të sigurisë jugoslave, veçanërisht UDBA-s, brenda organizatave ilegale shqiptare në Kosovë gjatë viteve 70-ta edhe më herët, dhe në çfarë mase këto infiltrime ndikuan në zbulimin, dobësimin apo shkatrimin e këtyre? Shiko, këtu gjithmonë duhet të parë nga këndvështrimet relativ. Në çdo veprim mund të ketë infiltrime. Nuk ka diskutime, sepse ka ndodhur edhe kur punohet edhe dekonspirohesh. Sidomos dekonspirimi ka ndodhur pas ekspozimit maj në drejtimin e demonstratave të 81. Janë veprimtarë të këtyre organizatave të cilët kanë prit demonstratave. Këta veprimtarë pa përjashtim ka qenë të organizuar në organizata. Nuk du të them se ky ishte aty apo ky tjetër ishte këtu. Po që ishin të organizuar. Që demonstrata nuk ishte spontane, absolutisht të vërteton në gjitha dokumentacionin e arkivave të shtetit shqiptar, të Jugosllavisë, të Kroacisë, kudo qoftë. Pra, nuk mund të them që kishte infiltrime, po mund të them që nga puna
dinamike që kishin, edhe si thoshte ekspozimi ndaj organeve sigurisë ishte permanent. Në 92 kjo është ajo periudha dhe kur në vitin 74 për herë të parë pas luftës së dytë botërore fillon të organizohet shtypi i fshat. Dhe pikërisht grupi revolucionar i Kosovës në krye me Mehmet Hajrizin, Binak Ulën, Kadri Osmanin, Xhafer Shatrin, Kadri Zekën, Berat Luzhi, Jakub Krasniqi, janë njerëz të cilët kanë vepruar në këto faza, kanë arritur ta nxjerrin shtypin e fshet i quajtur me emrin Zëri i Kosovës. Origjina e këtij emri, kjo gazetë pastaj ka një gjatësi deri vitin 99, bile është vazhduar dhe pas 99 në vitin 2000 është botu si shtyp, të cila ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm, sidomos në denoncimin e politika represive jugoslave, në rritjen e ndërgjegjës kombëtare dhe në masovizimin e masave gjera popullore. Këtë periudhë fillon edhe një fakt tjetër, quhet tipologjia në shkencë, tipologjia e komunikimit me masat e gjera popullore. Në këtë periudhë lindin edhe tipi trakteve, shpërndarjes trakteve nga këto organizata. Dhe është evidente që aksioni i trakteve ka pas shumë efekt në ndërgjegjësimin kombëtar, sepse ja shpërndan në mënyrë masive në gjitha qytetet. E veçantë aksajnë se trakti shpërndan në gjitha qytetet në një orë caktume. Jo dikun më herët, dikun më vonë. Kur është marrë vendim brenda kësaj orës do shpërndahen traktet. Dhe kjo ka prodhuar efekt mobilizues tek masat e gjera popullore. Po ashtu, kjo është faza kur nisin edhe në mënyrë masive tipi tjetër i komunikimit me masat, shkrimi i parollave. Shkrimi i parollave ka dhënë shumë efektin e lidhshmërisë të këtyre organizatave me qytetarët shqiptar këtu, për faktin sepse parollat janë shkruar sidomos në ambientet ku dukshmëria, lezetshmëria e tyre ka qenë më masive. Janë shkruar në muret e komiteteve qendrore, në muret e shkollave, në muret e universiteteve, në rrugët ku ka pas frekuentime më të madh për shkak të lezetshmërisë. Shkrimi i parollave gjithmonë ka qenë në kryefjala për Republikën e Kosovës. Dhe tjetra ka qenë hartimi i platformave për bashkimin e tokave shqiptare me shtetin am. Këtu janë kryesisht që kanë dominuar skenën e shkrimit parollave. Për shembull, në rastet ku janë shkruar në parollat në Shkup, Kumanov, Tetov, Preshev, ka pas një fenomen, thotë Presheva është tokë e Kosovës. Janë shkruar këtu parolla. Do thonë varësisht nga rajoni se si është hartuar celula që i kanë shtruar, i kanë organizuar. Për shembull, është organizata Kushtrimi i Lirisë, që është me bazë themeluar në Tetov. Veprimtarët e asaj organizate gjithmonë janë përqendruar te ajo që edhe këto pjesë janë Kosovë, edhe këto pjesë janë Shqipëri. Do thotë ka pas me këtë hartimi të parollave. Cili ka qenë roli diasporës shqiptare në organizatat ilegale në Kosovë pas luftës së dytë botërore, veçanërisht gjatë viteve 60 dhe 70, dhe në çfarë mase mërgata kanë ndikuar në financimin, përhapjen e ideve politike dhe mbajtjen gjallë të çështjes kombëtare jashtë Jugosllavisë. Padyshim këto organizata kanë pas edhe vetë shtërinë e vet në diasporë. Dhe ç'është e vërteta, e shpeshherë kanë ndodhur shtypje fshet, artikujt janë shkruar në Kosovë për shkak të s'ka mujt më shtyp për shkak rrethanave represive që janë ndodhur, dhe artikujt kanë shkuar përmes veprimtarëve në Zvicër ose në Gjermani. Atje është shtyp gazeta, sidomos viteve 80-ën. Atje është shtyp gazeta dhe gazeta në mënyrë komplet të fshetë të fut në Kosovë dhe shpërndan në Kosovë. Pjesa e mërgatës ka kontributin të veçantë në mbështetjen e këtyre organizatave, sepse veprimtarë të shumt kanë qenë të organizuar në kuadër të këtyre organizatave edhe në shtetet e Evropës, Gjermani, Zvicër, Britani, SBA, deri në Australi. Do thotë janë organizata që kanë pas shtrydhjen pothuajse katër këndet e botës. Nuk ka shtet që nuk ekzistojnë veprimtarë të këtyre organizatave. Absolutisht, këto e flasin në dokumentet, këto flasin në tubimet që i kanë mbajtur ata në periudhën viteve 80-ta, këto flasin edhe dokumentet arkivore. Kështu që pjesa e mërgatës ka qenë
paka shumë e pandar në vërtetësi me pjesën në brenda lëvizjeve të Kosovës. Ka pasur teza të ndryshme që demonstratat e vitit 1981 në Kosovë i paraqesin si një shpërthim spontan dhe kryesisht social, i nxitur nga pakënaqësitë ekonomike dhe kushtet e vështira të studentëve dhe qytetarëve, por si qëndron e vërteta historike. Kam hasën e teza të ndryshme, të cilët nuk janë me bazë shkencore, të cilët kanë trajtuar edhe misionet dokumentare dhe edhe shkrime publicistike që demonstratat kanë qenë një veprimtari spontane, me bazë sociale. Absolutisht nuk qëndrojnë atë punë. Demonstratat e vitit 81, demonstratat shqiptare të vitit 81, janë vepër kryekput e organizatave të fshehtme, me karakter çlirimtar. Dhe aty bën pjesë, siç e përmenda më herët, një sër organizatash. Të gjithë të dënumt kanë qenë pjesë e këtyre organizatave. Duhet ta potencojmë para se me shpërthy demonstratat e vitit 81, organizata marksiste-leniniste e Kosovës ka pasur strukturat e veta brenda studentëve, është quajtur Komiteti i Studentëve, i cili ka funksionuar nga viti 74 e këndej, Komiteti i Studentëve. Kjo strukturë është para për të operu brenda studentëve, për të rritë celulën, për të rritë ndërgjegjen e tyre, për shpërnda materialet që në atë kohë kanë qenë ndaluar. Dhe kjo celulë, Komiteti i Studentëve ka pasur punën e vet nga 74 deri në vitin 81. Po ashtu edhe veprimtarë të tjerë kanë pas të strukturuar brenda universitetit veprimtar të organizuar. E gjithë kjo punë kolosale, ndonse edhe vjeçare, është kulmon me shpërthimin në mars. Dhe siç dihet, demonstrata e parë nis në mezën e studentëve, duke si çështje sociale, po është në thelb brenda 3-4 ditë shëndron dhe demonstratë me kërkesa politike për Republikën e Kosovës. Dhe kjo ishte ajo që këtyre demonstratëve ju bashkuan nxënësit nga shkolla mesme deri te shtresat e punëtorëve dhe pjesa e rretheve të qyteteve dhe të fshathave, u bashkuan rreth një kauze, kërkesa për Republikën e Kosovës. Demonstratat kanë qenë të organizuara pikërisht nga këtu organizata. Kam po teza si këtu demonstrata, si thuash, gjoja e pas kanë penguar zhvillimin e Kosovës, gjoja se pas kanë penguar dhe si pasojë këtyre demonstratave është heq autonomia e Kosovës. Këtu teza janë antihistorike dhe kanë dokumentacion sepse çështja e autonomisë Kosovës është nisë që kohën kur ju ka dhënë autonomia Kosovës 74, sepse në vitin 76 ekspertët serb hartojnë ta shtuquajtën libri kaltër për heqjen e autonomisë Kosovës. Pas këtyre demonstratave, lëvizja pati goditje të rënda, shumë arrestime, por që filloi një proces i njohur si bashkimi i organizatave rreth një platforme të përbashkët. Vetë organizata marksiste-leniniste e Kosovës harton tezat e frontit rreth Republikës Kosovës, ku bën ftesë gjitha organizatave të tjera të bashkohen në një front të vetëm. Dhe pasi shpërndan këtë teza në maj të vitit të 81 dhe dërgohen në Zvicër, ku padyshim vepronin në celulet e organizatave e kësaj organizate në ndërtimin e Kadrizekës dhe vepronte organizata Lëvizja Nacionale Shqiptare e Kosovës dhe Vice Shqiptare Jugosllavi, që ishte antari i saj Yusuf Gërvalla, dhe filloi bashkimi i organizatave. Bashkimi i organizatave u nis në Kosovë, sidomos mes OMLK-s dhe Lëvizjes për Shërimin Kombëtar të Kosovës, e cila në shtator të vitit 81 arriti të bashkohen. Janë interesant që këtu negociata e kanë udhëheqën Bajrush Xhemali dhe Berat Lusha. Dy përkrahasues të organizatave kanë arritur bashkohen, bile por mëtej, numri 6 i gazetës Liria, organi i OMLK-s, arrin të përgatitet, po arrestohet bashkë me veprimtarët dhe numri i Lirisë, nuk e merr. Bashkohet këtu në Kosovë. Dhe në nëntor të 81 ka arrestime masive. Dhe si thuash, ndërpritet shtrirja më e madhe. Atëherë bashkimi realizohet në shtetet e Evropës perëndimore, në krye me Kadrizekën, Yusuf Gërvallën, Bardosh Gërvallën, Ibrahim Kelmetin. Në 17 janar të vitit 82 arrihet bashkimi, unifikimi të organizatave për të themeluar domethënien lëvizjen për Republikën e Kosovës. Dhe vriten pikërisht atë natë 3 ndërtuesit e kësaj atij bashkimi.
Me këto lëvizje lidhen të gjitha veprimet e rezistencës deri në vitin 1999. Veprimtaria e tyre vuri gurthemelin e shtetësisë së Kosovës. Kodër këtij procesi, vetë lëvizja popullore për Republikën e Kosovës shton masat e organizimit dhe fillon projekti, si thuash, të formimi i njësiteve të armatosura. Janë një sër takimesh që janë mbajnë në vitin 91, në vitin 93, sidomos në korrikët e ngushtë 93-s, ku merren në vendime për krijimin e formacioneve ushtarake. Kuptohet, janë vendime të mbledhjes së përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës, mirë po pa ndonjë emër konkret. Dhe në një takim në Arau të Zvicrës, në vitin 17 nëntor të vitit 94, emërtohet këto njësitë të armatosa emërtohen në emrin Ushtrisë Ligjëmtare e Kosovës. Edhe këtu data e Ushtrisë Ligjëmtare e Kosovës e ka datëlindjen në 17 nëntor të vitit 1994, cila është takzuar pikërisht në Arau të Zvicrës nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Kjo vimësi e rezistencës, së bashku me ngjarjet e vitit 1968, demonstratat e vitit 1981 dhe zhvillimet politike e shoqërore të viteve të 90-ta, krijoi bazën historike dhe politike mbi të cilën u formua Ushtria Qëllimtare e Kosovës. Në këtë kuptim, UQK-ja nuk ishte një fenomen i papritur, por rezultati një procesi të gjatë historik të rezistencës të organizuar dhe të pakënaqësisë akumuluar, i cili përfundimisht çoi në luftën qëllimtare dhe në pavarësinë e Kosovës.